Vetëdia fonologjike dhe intonacioni janë thelbësore në zhvillimin gjuhësor dhe komunikimin tek një fëmijë me autizëm. Si psikologe dhe terapiste, pas 25 vite eksperiencë, dua t'ju shpjegoj se si këto dy aspekte janë të lidhura fort me njëra tjetrën. Vetëdia fonologjike është aftësia e fëmijës për të kuptuar që gjuha përbëhet nga tingull. Kjo është aftësia që paraprin aftësinë e të lexuarit tek fëmijët. Tek fëmijët me autizëm zhvillohet ndryshe. Ju a kam shpjeguar që pjesa më e madhe e fëmijëve me autizëm e zhvillojnë gjuhën sipas një procesimi të plot gjuhësor, çka do të thotë që kjo aftësi nuk vjen në fillim të zhvillimit gjuhësor, por vjen pasi fëmia ka filluar të ndaj skriptet në fjalë të veçanta. Zëri, intonacioni, butësia, muzikaliteti në gjuhë, intonacioni i pasur kur ne i tregojmë fëmijës qoftë edhe një prallë të thjeshtë apo kur shoqërojmë veprimet e tij gjatë ditës, to e ndihmojnë dhe ushqejnë vetdijen fonologjike. Intonacioni është mënyra me të cilën fëmia orientohet drejt botës së gjuhës. Ndaj për ty mami, këshilla ime është këndo me fëmijën sa më shumë, përdor ritëm të qartë, të ngadalë dhe të përsëritur, shoqëroje atë çka i tregon fëmijës me intonacion, me ndryshimet e intonacionit, me emocion, sepse ky është një ushqim për trurin dhe veshin e fëmijës. Ndërsa për terapistët, këshilla ime është përdorni sa më shumë lojra fonologjike, përdorni sa më shumë të treguarin e prallave dhe të historive me emocion të shoqëruara me intonacion të pastër dhe të pasur. Përdorni sa më shumë hapësira gjatë frazave kur tregoni histori. Vendosni tekstin të shoqëruar me emocion në situata të ndryshme, qoftë të aktiviteteve, qoftë të një pralle që i tregoni apo një historie që i tregoni fëmijës, apo një këngë që i këndoni. Mos përdorni një gjuhë të thjeshtë, neutrale dhe me komandë. Vetëdia fonologjike dhe intonacioni janë thelbësore në terapitë që respektojnë mënyrën se si një fëmijë me autizëm zhvillon gjuhën e tij.